Rreth 2500 fidan janë duke u mbjellë në afërsi të pyllit të Poloskës në Devol në zonën e Dëmbravës. Kjo është një iniciativë e ndërmarrë nga Drejtoria e Pyjeve dhe Mjedisit në këtë bashki, në kuadër të vitit të pyjeve, me qëllim ripyllëzimin e kësaj zone, e cila ndër vite është dëmtuar nga prerjet e paligjshme duke humbur funksionin e saj edhe në shërbim të turizmit. Neve sot jemi në ekonominë pyjore të përparim Majdardh, jemi duke mbjellur rreth 2500 fidan, si një iniciativë e marrë nga Drejtoria e Pyjeve dhe Mjedisit në Bashkinë Devol. Që prej vitit 2022 në territorin e Bashkisë Devol, kryesisht në ekonominë pyjore përparim Majdardh, por edhe në për shkolla dhe institucione të ndryshme, janë mbjell rreth 10.000 fidan. Ishte një nismë më tepër për t'i dhënë një çik rëndësi dhe sensibilizimit të brezave të rinj, të pjesës së institucioneve, në shkolla, në komunitetet fetare. Kështu që disa pemë kryesisht dekorative u mbollën dhe në këto institucione nga vetë të rinjt apo nga vetë përfaqësuesit e atyre institucioneve. Në fund të ditës pyjet edhe pemët janë vetë jeta. E gjithë zona e Dëmbravës në afërsi të pyllit të Poloskës është mjaft e frekuentuar nga qytetarët e Devollit, por edhe nga turistët, duke shërbyer si një vend pushimi apo pikniku, ku ata kalojnë disa orë larg zhurmave dhe ngarkesave të jetës së përditshme.